E kuptoj. Jo thjesht në banesa. Ndërkohë, këto kohë i kënaqur të me këtë punë, me Oslon, me klimën ndryshe, me vendin ndryshe, me zakonet dhe huqet. Po, tani normalisht përshtatja ka atë pjesën e vetë, domethënë që kërkon pak kohë, pak durim, por arsyeja vërtet që unë kam ardhur në Norvegji, në Oslo, nuk është se ka qenë arsyet ekonomike, domethënë siç mund të vinë shumë njerëz. Arsyeja vërtet që unë kam ardhur, ose më saktë kam emigruar nga Shqipëria, është arsye sepse një nga fëmijët e mi, djali im I madh, domethënë, para shumë vitesh u diagnostikua me autizm sindrom. Dhe në Shqipëri kuptohet që mundësitë janë të limituara për të trajtuar një sindrom të tillë. Dhe unë prej atëherë fillova të kërkoja mundësitë ku mund shkoja për t'i ofruar sadopak një të ardhme më të mirë për te. Dhe kjo ka qenë arsye që unë kam ardhur në Norvegji, sepse këtu sistemi mundson, aktualisht djali im është në një shkollë speciale, që është enkas për fëmijët me autizm sindrom, dhe shpresoj që me kalimin e kohës të bëhet më mirë. Në Shqipëri se kishe këtë mundësi. Kur e zbulove? Në çfarë kohë? Në Shqipëri? Që në kohën kur I ka qenë 2 vjeç. Aktualisht djali im është 14 vjeç dhe I bie rreth 12 vjet më përpara. Në atë kohë ka pas qenë vetëm një mund ta quaj qendër, nuk e di domethënë çfarë emri t'i vë, por më vonë u bë ky fondacioni që themeloi zonja Liri Berisha në Sauk, fëmijët shqiptar për fëmijët me autizëm. Unë kam qenë pjesë atje, dhe më kam shkuar shumë herë, prej shumë kohësh, për konsulencë, për trajtim, për vlerësim, për shumë gjëra, domethënë, por rezultati ishte, si thuaç, lindte shumë për të dëshiruar në kuptimin e progresit që ai mund bënte, domethënë. Djali s'kishte progres. Si vazhdo të qëndronte, absolutisht jo, ai as fliste, as ndërvepronte me të tjerët, kështu që kjo ishte arsye që unë hoqa dorë duke u përpjekur në Shqipëri, domethënë, dhe më duhej të lija të gjitha. Punoje në atë kohë në Shqipëri, çfarë ju punoni? Patjetër. Në Tiranë? Unë kam punuar në Tiranë dhe në Fier, kryesisht unë jam nga Fieri. Kam punuar për shumë vite, për rreth 10 vjet kam qenë pjesë e operatorit të sistemit transmetimit, ose njihet ndryshe OST, pjesë e sistemit energjetik, dhe pjesën tjetër kam qenë në OSHE, ose operatori shpërndarjes së energjisë elektrike. Kam punuar dhe në Tiranë dhe në Fier, sepse kam banuar paralelisht dhe në Tiranë dhe në Fier. Normalisht vi nga background elektrik dhe vetëm këtë punë kam bërë. Vitet e fundit përpara se të shkëputesha nga Shqipëria, kam qenë pjesë aktive tek projekti TAP nëpërmjet një firme në kontraktore. Aty kam punuar 2-3 vjetët e fundit edhe pastaj u zhvendosa në Norvegji familjarisht. Dhe prej 3 vjetësh jetoj këtu. Besoj të ndihmuan punonjësit e TAP, sepse të patë ndihmë aty? Në një farë mënyrë nëpërmjet një kolegu tim që unë kam punuar atje, domethënë u mundsua domethënë që të rregulloj një kontrakt. Sepse lidhja vjen nga Norvegjia për TAP-in. Po. Okej. Shumë mirë, do ne bëre për fëmijën tënd. Kishe nevojë që fëmia jote të përmirësohej, sepse autizmi është diçka që duhet shoqëruar, në shkollat e duhura, në mënyrën e duhur, në mënyrë sjellje tashmë. Patjetër. Po ta kam llafin që kjo ka qenë arsyeja kryesore, nuk ka qenë thjesht çështje ekonomike. Mua puna nuk është se më ka munguar në Shqipëri dhe kushtet, domethënë nuk kam pse ta ankohem, domethënë që në Shqipëri nuk kam qenë mirë ekonomikisht dhe kjo ka qenë arsye që të largohem. Mbase për shumicën është arsye ekonomike, ose s'kam pas mundësi, po për mua nuk ka qenë e tillë. Tani të pyes diçka për mënyrën se si ja dole në Norvegji me djalin. Domethënë ndryshimi që mori, si u përmirësua ytbir në Norvegji? Çfarë si u përmirësua? Përmirësim është shpejt, them, sepse kjo lloj sindrome kërkon vite me radhë për t'u trajtuar. Aktualisht kur erdhëm në fillim, djali u regjistrua në një shkollë normale si gjithë fëmijët e tjerë, sepse sistemi këtu nuk lejon që të bësh kapërcime, në kuptimin që të trokasësh në një shkollë speciale dhe të thuash dua të regjistroj fëmijën tim sepse kam këtë shqetësim. Duhet të regjistrohesh në një shkollë normale dhe
e para që obligohet sipas rregullit, sipas legjislacionit që të përmbush të gjithë nevojat e nxënësve, është shkolla lokale e lagjes ku banon. Dhe praktikisht ata filluan, u përpoqën, krijuan një klasë speciale me 2 mësues ndihmës ekstra përveç mësuesit klasës, me një program përshtatur vetëm për atë, po prapë si prapë, domethënë për arsye të sindromës që ai kishte, ishte e pamundur domethënë që ai të kishte një lloj progresi në programin normal mësimor. Dhe shkolla pastaj kërkoi që ky të zhvendoset në një shkollë speciale që është enkas për fëmijë të tillë. Aty ka qenë gjatë disa kohë djali? Po, këtu ka qenë me mua dhe normalisht mbas këtyre kërkesave ka një lloj, si thua, disa procedura që të kalojnë vlerësime, rivlerësime, pjesa psikologjike, pjesa, domethënë, e suportit social, sepse duhet të kalosh nëpër këtë filtr, të gjithë do shprehin atë, si thua, opinionin e tyre, do bëjnë vlerësimin në mënyrë që të kualifikohet për të zhvendosur në një shkollë speciale. Dhe për një vit ai ka qenë në një shkollë normale me gjithë tjerët dhe këtë vit ai aktualisht është në një shkollë speciale, sepse kështu ishin, si thua, procedurat. Gruaja merret me djalin? Vazhdoj aty patjetër. Bashortja merret me djalin apo punon? Praktikisht bashortja, do të thënë pjesën më të madhe të kohës merret me djalin, sepse tek shkolla speciale djali qëndron deri në orën 1, rreth orës 1:30, dhe pastaj ai patjetër s'mund të rritet vetëm, domethënë do dikë që ta marrë, ta mbajë në shtëpi. Domethënë duhet të rri dikush me te, sepse unë jam full time në punë. Ti je full time në punë. Ndërsa keni fëmijë tjetër? Patjetër, kam edhe 2 djemë tjerë. Keni 3 fëmijë. Emrat janë. Djali i madh quhet, faleminderit, djali i madh quhet Kristian, djali i dytë quhet Emanuel dhe djali i tretë quhet Mikael. Domethënë janë 3 muskulierët e tu. Mbajnë në një çik njëri tjetrin apo jo? Djali me probleme më të veçanta ka nevojë për shkollën. Të 3 janë, si thua, në shkollë, domethënë, më saktë i treti është të kopësht akoma, sepse se ka plotësuar moshën, akoma është 5 vjeç, nuk ka plotësuar moshën për të shkuar në shkollë, por që përshtaten shumë shpejt fëmijët, se ne. Unë kam ardhur këtu në moshën 40 vjeçare, 40-41 gati, domethënë. Tani jam rreth 43. Dhe është çik vështirë që të përshtatesh kur jam mësuar për shumë kohë, domethënë në vendin tonë. Kurse fëmijët e kanë shumë shpejt, kanë mësuar gjuhën shumë shpejt se mua. Unë aktualisht edhe sot komunikoj anglisht në punë, domethënë norvegjishtja po më duket shumë e vështirë, pavarësisht se shumë shpejt do filloj një kurs tjetër intensiv. Pse ke bërë një kurs? Një kurs e kam bërë, një kurs online, sepse në atë kohë ishte edhe pandemia dhe ishte çik problem për të shkuar në shkollë, dhe detyroja ta bëja kështu me Teams ose me këto platformat Zoom, këto platformat elektronike, dhe bëra një kurs atë fillestar. Patjetër që kuptoj, nuk është, si thua, shumë e vështirë për të kuptuar gjërat elementare, por në kuptimin e komunikimit të rrjedhshëm, gjuhën e përditshme, patjetër që ka nevojë për më shumë.